Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë quhem Dora, po zihet sa vez këtu dhe dëgjoni zhurmën. Ora është 4:30, madje ta ul pak se shumë. Mirë se erdhët në kanalin tim përsëri. Mos u largoni pa bërë subscribe, sepse kemi shumë njerëz që shikojnë videot dhe nuk bëjnë subscribe, kështu që pse jo, nëse shikoni videot dhe ju pëlqejnë, mund bëni një subscribe. Kam nisur vlogun që mëngjes dhe tani po filmoj. Prisni. Shumë zhurmë, ula edhe zërin zhurmës bardh të hemës, se po fle. Në fakt u zgjua, donte të pinte, zuri gjumi prapë dhe vendosa në divan dhe po flen akoma. Ndërkohë, po thoya që kam nisur vlogun që në mëngjes dhe tani po filmoj ora 4:30, sepse sot kisha për taku një kolegen time tek shoppingu që kam këtu afër, tek qendra komerciale, dhe me të njëjtën kohë i thash nëse mund vinte aty, sepse për mua do ishte më e lehtë me Ohemën, dhe patjetër tha po dhe super. Më kishte bler në fakt një dhuratë për Ohemën që pa lindur Ohema, që ku ka lindur, do të thonë shumë kohë përpara, dhe nuk më kishte dhënë sepse nuk na ka rënë momenti që të takohemi, dhe edhe më tha të rrobat që kam janë për 3 muajsh, kështu që Ohema është 3 muajsh dhe sot Ohema ka bërë 3 muajsh. Dhe tha që Ohema bën 3 muaj dhe dhuratat janë aty. Thash, okay, mund të takohemi, kështu që prisni t'ju tregoj se çfarë më dha. Ndërkohë që Ohema po zgjohet avash avash, atëherë janë këto të dyja, janë për flokët, sa cute të bukura. Sandalet, të janë 3 deri në 6 muaj, kështu që besoj që do i bëjnë. Ju të besoj, po do i bëjnë. Dhe shikoni, është ky kostumi që është shumë cute, është me këtë këmishën e bukur, të janë për 3 muaj dhe me këto pantallonat e shkurtra, dhe sipër e kanë dhe këtë bluzën. Shikoni pak, sa cute, me këtë bluzën kështu. Shumë bukura, ngjyrat që i shkojnë shumë Ohemës, dhe e falenderoj shumë nëse po shikon videon, dhe nëse po shikon videon, se ajo kupton shqip, kështu që faleminderit shumë. Nga që ishim jashtë që prish pak orari, edhe po flinte vetëm me një badim ka shkurta që ja hodha dhe këtë batanien sipër. Edhe po thoja që shkova të qendra komerciale për arsye sepse doja të bleja diçka për vete për pushime. Okej, kam bler misha, lino, pantolla lino, po s'kisha si fustan as si gjë. I kam ato të vjeçme, po hyjnë shumë pak rroba. Dhe të them drejtën, jam goxha pozitive, sidomos përsa i përket trupit, sepse një trupi, një femër ka sjellë në jetë një fëmijë, dhe kam thënë që kur kam lindur, kur kam kaluar operimin, që unë kam bërë linje cesariane për juve që nuk e dini, kam thënë sidoqoftë edhe linje natyrale apo cesariane, një grua sjell në jetë, dhe kurse si nuk dua ta kritikoj trupin tim. Tani, unë isha në dyqan dhe prova disa gjëra, dhe t'ju thënë drejtën jam ndjer aq keq, dhe për të tregoj me vërtet sinqerisht realitetin, ndjeva me vërtet aq keq me trupin tim. Më thash jam shumë pozitive dhe e di që do i humbas këto kilogramet, dhe e di që nuk është akoma herët, unë ka 3 muaj që kam lindur, por prapë si prapë nuk kam humbur asnjë kilogram nga lindja përveç kilogramet e Ohemës, dhe duke qenë se jam gjithë ditën në shtëpi, rri me rroba shtëpi, nuk e shoh shumë. Domethënë këtë le të themi mbi peshën ose këto kilogramet që kam për të humbur. Dhe kur dua të dal apo kur dua të vishem, siç ishte rasti sot, me të vërtet u mërzita, të them drejtën, edhe se di, më jam pak si kështu, nuk e di, por e di që është thjesht një moment, dhe e di që do filloj palestrën dhe gjithçka tjetër do të bëhet mirë. Po nëse mora 2-3 gjëra. Jo 2-3 gjëra, i mora goxha gjëra, mora vetëm fustane dhe do ja tregoj më vonë. Por që kjo është realiteti, kjo është e vërteta, të them drejtën që nuk u ndjeva, që më vërtet nuk u ndjeva mirë, dhe kisha një mërzi kështu brenda mejes. Por nëse ku themi nga pushimet, do fillojmë palestrën, edhe shpresoj t'ju motivoj edhe juve, shpresoj edhe unë t'ju humbas kilogramet e mi, edhe shpresoj të ndihem sa më mirë në trupin tim. Nuk ka rëndësi sa kile jemi, apo sa të shëndosha jemi për dikë, apo dopta jemi për dikë. Rëndësi ka që ne ndihemi mirë në trupin tonë. Dhe kjo është ajo që dua me vërtet ndihem mirë me trupin tim. Po bëj tani për të ngrënë një sallatë, sepse nuk kam shumë gjëra në frigorifer dhe ne ikim pas nesër, dhe nesër dita fundit ikim
në orën 6 mëngjesit, kështu që i bie dalim nga shtëpia në orën 2 të mëngjesit. Edhe nuk do bëjmë pazaret, mbledhim çfarë kam në frigorifer që të mos lëm asgjë, do të që të prishet. Kisha cavez, domate kastravec, makarona, pak misër, tuna dhe do bëj një sallatë. Ndërkohë që kam për të larë rrobat e Ohemës, që kemi të marrim rrobat pastra. Kam bërë goxha shopping edhe për Ohemën, ja kam bërë një haul në Instagram, kështu që nëse nuk më ndiqni në Instagram, ju ftoj të më ndiqni. Po do merrem edhe me Ohemën sepse u zgjua tani, ora është 4:30, ora po shkon 5. Ta maj pak të zgjuar. Hop mami. Përushin e mamit. Sot ka dalë me mamin për shopping. U mërzit pastaj nga fundi e mora në kangur edhe erdhëm të shtëpia. E lodhi kjo mami, e lodhi me shopping me gjëra. Kjo do të rivet të shtëpia vet, nuk do të dali. O jeta ime. Kjo është rromuja në shtëpi që duhet ta mbledh. Kemi edhe këtu rromujën. Këtu po më zihen vezët. Kemi enet për të larë. Yes. Ndërkohë kam vendosur vlogun e Paulës, gjithmonë vendos një vlog, por duhet ta kthej sepse kaluan ca minuta dhe nuk e pash. Ohemën e kemi këtu te karrikja edhe po luan me gjërat e veta. Gjithë rrobat e Ohemës që duhet t'i laj. But the way shumica janë rrobat të reja që i kam bler për pushimet dhe doja laj. Me që jemi këtu, po ju tregoj disa blere që kemi bërë, jo të gjitha. Këta, shikoni sa të lezetshme janë këto. Kemi bler këtë kapelen, që është për 3 deri në 6 muaj, po i rinte pak e madhe, por do i rritet koka. Këto sandalet i kemi bler. Dhe gjithashtu, në fakt, kam bler këtë kremin e diellit, di që nuk duhet përdorur krem dielli deri në 6 muajsh, por këtu thoshte që është nga lindja, lexonte diku këtu nga. Edhe e mora, tani nuk besoj se do ja vendos Ohemës këtë në trup gjithmonë. Dhe pse tani do ta mbrojmë dhe ta mbajmë gjithmonë në hije, por ka momente që kur ecën jashtë, je në diell, nuk ke se si e eviton ndonjëherë, thjesht mendova t'ja lyej për shembull duart, ose hundën, ose këmbët që janë pjesë që ndonjëherë s'ke si eviton diellin kur je duke ecur. Kështu që e mora këtë, edhe ishte 100% në juka. Gjithashtu kam marrë edhe këtë, larsin e rrobave. Kam përdorur një tjetër, por nuk e gjeja atë nëpër dyqane dhe e kam pas marrë online, kështu që s'kisha kohë të prisja dhe e mora këtë lësha bebe, edhe është goxha e mirë, kam dëgjuar. Kështu që me këtë do i la rrobat sot të Ohemës. Nuk jo kam treguar të gjitha, unë shikoni këto syzet. Edhe këto për Ohemën për pushime. Ohema gati për pushime. Qa do më shumë? Më shifni kështu si shkure, jo si shkure, jam si shkure. Por sot është dita minus 0, si thuhet, sepse nesër nisemi, do të thënë tani është ora diku te 11, ne nisemi në orën të nesërme, në avioni është në orën 6, që do thotë do dalim nga shtëpia nga ora 3, 2:30 me bebe, keni parasysh? Që do thotë du të flejmë herët, sepse për ndryshe dhe ishte shumë vështirë. Dje Ohema bëri 3 muaj dhe harrova t'ju them fakt,
kam pasur aq shumë gjëra për këtë ditë të fundit, se e dini gjithë para se të udhtojmë, sidomos me një bebe, nuk e dija që është jo e vështirë, po janë plot gjëra që duhet ti organizosh, ti mendoja që kur isha pa fëmijë kisha shumë gjëra për të bërë. Ja pas kam fut kot. Mos më vjen re sepse kur më kap stresi bëhem humoriste, por gjithsesi. Kush dreqin print na e halan këto që ku tikim nga shtëpia, ku shkojmë në pushime, duhet ta lëm shtëpinë nxiz, s'do vini kontroll. Pse i kemi këtë gjithë shqiptarit? Nuk jam e vetmja, jam e sigurt që gjitha këtu, shumica të paktën e keni këtë që do shkojmë në pushime, duhet shtëpia nxiz, duhet ndorë krevati, duhet pastruar, fshir, plurat, rroba nxiz, duhet që shtëpia të jetë fiks për ekspozicion. Ndërkohë që shtëpia jote do të kthej shtëpi do i bësh këto. Por jo, shqiptari e ka në gjak, duhet ta lësh shtëpinë pastër. Dhe domon jam kështu. Por kam një bebe e cila kërkon vëmendjen time gjithë ditën, e cila 2 herë në ditë flet mbi mua, e cila nuk e di se si do ja bëj, por gjithsesi do mundohem. Ja ku kemi mbretëri Shohemën, princesh Shohema do të rrihet me mamin, si do ja bëjmë si do. Nuk e di fare. Do vendos kangurin. Do vendosën kangur, por prapë si prapë, janë ca gjëra që për kule me kangur është e vështirë. Por nejse, gjithsesi do ja dalim. Më ka ngelur tani vetëm krevati Johemës, të ndroj gjitha klifet, edhe të pastroj këtë pjesën tu, ta marr me fshës korrenti, pastroj pluhurat. Ndërkohë në korridor kemi një deng me rroba duke u tharë, shumica janë rrobat e Ohemës, sepse kemi bler rroba të reja dhe duheshin larë dhe marrë me vete, duhen e kurosur. Ka ngel valigja ime, valigja e Ohemës, edhe pse te valigja e Ohemës kam filluar disa gjëra, domethënë kryesore, pampersa, ilaçe. Gjëra që na duhen patjetër që nuk i diet kur jetës, letrat lakta, gomërdare, kam du një gomërdare. Kështu gjëra, domethënë i kam vendosur aty, por që nuk janë tamam në rregull. Vazhdoj me punat, e di që keni qef të vlogjet me punë, edhe unë fakt ku i shoh pastaj them se qenë një stres i mirë. Shkoni Johema se do të di gjithçka. Më mam. Je vogël ti mam, e di gjithçka. Më vonë do shkoj tek qendra komerciale, do shkoj tek Floktoria, se kam një Floktori këtu afër që është një qendër komerciale e vogël. Edhe po mendoj ta laj kokën atje, edhe të më bëj edhe një krerje, s'kam kohë merr me flokët edhe do duken pak mirë. Mos shkoj në këtë gjendje. Meqense po shkoj tek Floktoria, do shoh një shampo për flokët sepse po më bihen me grushta, domethënë shumë. Është bërë shtëpia gjithandaj me flokët e mia, estekët, salloni, këtu dhoma gjithandaj me flokët e mia. Kështu që të shohim mos po gjejmë një shampo që na bëj derman për flokët. Është 5 edhe unë tani shpejt dola, më vesha që kisha aty, sepse gjithë rrobat e tjera janë larë dhe i kam vendosur në përvende edhe në valigje, gjitha me radhë, nejse. Johema se dash për të pirë, e lash me Geri, se Geri erdhi nga puna, mbarova për të si gjitha gjërat, më ka ngel vetëm valigja ime, e di që normal, i la gjërat e mia në fund, sepse kam prioritet Johemën, po të paktën hekuj në gjitha këto me radhë kam hequr qafe. Kam vetëm sallonin pastroj. Tani do bëjmë një krerje flokësh. Gjithashtu duhet marr një memory card për kamerën. Gjithashtu po kapja flokët. Shikoni pak të tullën këtu. Nuk kam pas kur tullën kështu. Postpartum. Dhe tani po kuptoj që me të vërtet po mbien shumë flokët. Do të thënë e dija që po mbinin shumë, po në këtë mënyrë që të kem një gjë këtu, nuk e dija. Nejse. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see. Erdha në shtëpi,
Flokët dën, mbarova, shqyr zotit një gjë e bërë. Shkoni kravatin pak, sepse kam vendosur Ohemin për të fjetur në drek. Erdha Ohema zgjuar, kështu du ta mbajmë pak zgjuar edhe një orë derisa të vi ora për ta larë. Ndërkohë unë mora që të shije dy produkte për flokët sa dush shtrenjtë, sepse meritoj, mendoj se meritoj. Kështu i them vetes tani, dora meriton se lodhesh dora kështu, dora ashtu dhe ja. Nëse i thash asaj që flokët po mbien shumë, etj, gjë që është normale në postpartum, edhe më tha, tani nuk ka solucion wow që nuk do bien më, por ka solucione që ta ndalojnë, që të ndihmojnë që mos bien shumë. Unë fakt kam përdorur produktet e kerastazës, kam përdorur ato për flokët bjonde. Okej, nuk është se janë të këqija, por nuk është se janë wow, dhe kam përdorur gjithashtu dhe linjen për flokët me yndyrë, që këtë nuk kam parë ndonjë rezultat. Kështu që të shohim këtë. Më këshilloj këtë, që është për flok normal, thoshte, është për flok normal, që është për flokët që të bien. Nuk kishte balsam për këtë, dhe edhe më tha të merja maskën, këtë maskën, pisni, po këtë maskën, edhe më tha të beja një herë në javë, duke ditur se kam flokët me yndyrë. Dhe nuk vendoset kjo në rrënjë, por vetëm në maja. Kjo është maska. Edhe një herë në javë, nuk do ta marr me vete me pushime, sepse një herë në javë do e bëj kur të vi, sa të vi. Gjithashtu më thatë merja edhe një serum që ta vendos këtu tek rrënja, edhe këtë një herë në javë, por që nuk e mora, sepse nuk duken shumë lek. Edhe tash, ok, kur vi nga pushim, me qenë se tani nuk do t'i marr këto me vete. Ok, këto do e marr me vete, patjetër, sepse është shampo. Këtë s'besoj ta marr, sepse për një javë, ok, do kaloj, se në një javë do qëndroj. Kështu, përse e përket flokëve, nëse keni ndonjë këshill apo ndonjë produkt që ju ka shpëtuar jetën me të vërtetë, me vërtet e keni parë që ja ka ndalu pak rënien e flokëve, sepse siç e pat, shikojeni pak si është këtu. Se kam pasur kur flokët kështu. Unë gjithmonë kam pasur flokë shumë dendur, sa që kur shkoja mi prej flokë t'i thoja mi ralloni, do me thënë ma hiqni pak volum, aq më, sa kam pas shumë flokë. Tani jam të dhoma, sepse detyra tjetër që duhet bëj është të bëj pjesën e make-upit, do me thënë kuletën e make-upit, pastaj skincare kam shumë pak, kështu që do e lë për në fund, me qenë se do lahem dhe do e përdor. Shikoni si kam larë furqat, edhe unë do shkoj me furqat pista atje, edhe kam harru t'i laj. Po, që të bëjt, nësi i laj tani nuk thahem, kështu që se ora është 6, duhet ikim dërën 3. Kjo dhe jese make-upit që do marrë me vete, kam këtu këtë buskuqin e MAC, kam 2 lapsa për buzët, kam këtë rimelin për syt, kam concealer, do marrë këtë me që do nxihem edhe nuk dua shumë nuk vendos fondatin në plazh, vetëm në dark. Këtë për vetullat, gelin, kjo është një krahër për vetullat edhe laps, sepse tani kam filluar të më bie pak forma e vetullave. Do marr këtë bronzerin, që e bleva të ri. Do marr këtë blushin, që kam që vjet. Dhe këtë lip glossin, po mendoj, kam edhe këtë, t'ju them drejtën, kam edhe një tjetër, po i marr që të jem. Gjithashtu do marr këtu këtë, pudrën e Huda Beautyt. Do marr edhe këtë paletën highlight të Diorit. Edhe kaq. Edhe po i fus tani tek kjo çanta e vogël. Po, mos të harroj dhe këtë fiksuesin e make-upit, që më ka ngelur vetë pak, dhe besoj se do e mbaroj atje në pushime. Shumë i mirë kë. Kam edhe këtë çantën që është super e madhe transparente. Kam një krahër që e marr gjithmonë me pushime. Këtu kam furçën që e kam të fus këtë këtu. Do fus edhe këto, se nuk mizë kjo çanta, një pasqyre, një pickatore dhe make-upin. Do fus gjithashtu dhe skincare-in këtu. Dhe ndonjë gjë tjetër që më vjen ndërmend, për momentin jemi kështu. Patjetër shkojmë të lajmë Ohemën, do ta laj, ta vendosim për të fjetur në mënyrë që të vazhdoj me pjesën tjetër. Pjesa tjetër është valixha ime, rrobat e mia. Ohema i ka gati outfitin, se do e marrim me këto direkt në pijame, domethënë për në aeroport. Ka këtë
pijamen e re, që ju ja kam treguar, që është me zinxhir sepse shumë thjesht në avion që ta ndroni. E hap vetëm këtu, edhe super. Edhe këtë kanatieren, që kur të mrim atje, kur është nxehtë, vetëm ja heqim këtë, e kam këtë me vete. Gjithashtu dhe të çanta që e kam për Ohejmën që e majnë krah, kam marrë dhe disa ndresa tjera se kur nuk i dihet me fëmijë, edhe kam edhe një kapele që kam futur të çanta se kur të mbrim ndoshta do jese shumë vap edhe duhet ta mbrojmë bebushen. Edhe kjo do jese këtë do ja veshim ai më sa ta lajm edhe do ta vendosim për të fjetur. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back. Kjo është gjendja, paka shumë tani. Gjitha këto janë rroba që do futen tek valizja ime. Gjitha këtu është pastër, më ka ngelur vetëm biberoni ta thaj dhe ta marr me vete. Edhe këtu janë gjitha gjërat që duhet t'i marr me vete. Kjo është valizja e Gerit, e kam mbyllur, siç mund ta shikoni unë në fund akoma nuk e kam mbyllur, as nuk e kam filluar. Por që gjërat skincare, make-up i kam gati, kështu që vetëm rroba dhe shkon shumë shpejt. Kjo është valizja e madhe, valizja e Ohejmës, le të themi. Shikoni pak si i kam organizuar gjërat, tu kam futur gjitha rrobat e Ohejmës, të gjitha, me napa, me çorape, me gjitha, ndërsa këtu kam futur këpucë, kapele, rroba banjo, napat vogla, kam futur disa gjëra që nuk janë vetëm rroba, le të themi. Kam marrë 2 pako me letra të lakta. Këtu është gomerdarja e Ohejmës, që është me këtë pompën që duhet fryrë. Edhe kjo është pjesa 1. Këtu, kjo është karikusja kësaj, se këtë do e marrë me vete të çanta dorë, se ku të mërim atje, super nevojshme, ju a këshilloj ta merrni një kështu. Pampersat, kam pompën, dhe këtu do vendosim edhe gjitha pjesët e lëngshme që janë gjërat tona skincare, shampo e tjerë, do vendosim këtu edhe kjo do jese valizja, kjo duhet jese 20 kg, ndërsa ato 2 tjera duhet jenë nga 8 kg. Ky është libri që do marr për të lexuar, dokumentat e udhëtimit, pasaportat. Këtu janë përsëri gjërat e Ohejmës, kam këtë që është tip uji për ta pastruar. Kam shampon e flokëve, sepse kam filluar t'ja përdor s'ka pak shampo për flokët Kachurela, sikur ka ajo. Këtu kam shampon e trupit, nuk e mora atë të madhen, sepse zë shumë vend edhe futa këtu edhe super është. Këtu te kjo e vogla kam sa gjëra shumë të rëndësishme, t'ju them drejtën, kam futur këtë kremin hidratues, SPF-n që ja kam treguar dje, që ju thash që do ta përdor, por jo gjithmonë. Syzet e Ohejmës, një termometër, kam kështu serum fiziologjik, kam disa, t'ju them drejtën, supposto për temperaturë se nuk i dihet kur. Këtë mos më pyesni, kjo është një krem nga Gana, po që është super për puqrat e vogla që i bën ndonjëherë Ohejmës nga nxehti, sa ajo djersin shumë, edhe sidomos kur bëjmë kontakt nap djersin. Jo, nuk di ku ta gjeli, por është perfekt. Kam këtë stikun hidratues, edhe kjo është super i mirë për faqet. Kam marrë vitaminën D, edhe prap serum fiziologjik. Këtu kam llastiqe, kapse e gjëra për flokët e Ohejmës. Edhe gjitha këto do i fuz këtu, dhe pastaj të gjitha te kjo e madhja. Këto organizueset e shenjë janë në të vërtetë super. Do e mbylli dhe do vendosë valizja, por ndërkohë po fus edhe vitaminat e mia, një paracetamol, këto likoplastin, edhe nuk e di çfarë duhet fus tjetër, do shoh tek farmacia e vogël çka kam. Vendos te kjo ana dhe kështu do ta mbylli këtë, sepse nuk na duhet më. Edhe do ngelet vetëm kjo bosh. Është ora 9:00 edhe në orën 3,
jo do të shkojmë më herët, se në 3 duhet me lanë shpinë, dhe marrim një taksi se ne kemi aeroportin shumë afër, e do ikim me pushime, do thënë, pushime. Herafun që kam qenë pushime ka qenë vjetë në Shqipëri. Ku flas pushimet janë pushime plazh, keni parasysh se kështu. Nëse se jam pak si tepër e entuziazmuar. Por, unë skincare, produktet, make-up, gjithçka është mbyllur. Ka ngelur vetëm rrobat e mia, të plazhit edhe rroba keni parasysh. Por, para se ta mbyll vallgjin time, thash të tregoj se çfarë kam bler, se ju kam thënë do të tregoj dhe s'ka kam treguar, dhe kam bler disa fustane që i kam këtu. Kështu që ky është fustani, është 28 euro nga Zara, ku ja lë këtu që të bëni screenshot, nëse ju pëlqen. Është ky fustani, më pëlqen shumë, sepse krahat janë kështu të mderdhura dhe unë i kam pak kompleks krahat e mia, kam thënë si shpesh në fakt edhe nuk do ankohemi për trupin tim, sepse shumë keq është gjyna të ankohemi për trupin, me ka thënë Zoti ka në dur, jemi shnoshe mirë edhe prapë ankohemi, kështu që e kam seriozisht. Është kështu, dhe vjen i gjatë, shumë i bukur, është me këto vijat, po se janë vija, janë pika që janë bashku me bashk, dhe është shumë i derdhur, shumë material i mirë, që rrej me vërtet shumë mirë në trup. Që këtu që i kishte dekolten kështu, sepse më jep pak më hap pak qeren, si themi neve. Këto janë gjithë fustanat që të vesh në dark, normal që ditën do jemi në plazhën e pishin, kështu që yes. Është fustani më i bukur që kam pas syt, është me këtë ngjyrën, nuk e di sa duket te kamera, dhe prandaj ka kushtuar shtrenjtë. Është me këtë ngjyrën butter yellow, se thash te Zara. Këto gjithë e kam bler tek HM-ja, më falni. Po ky është shumë i bukur dhe më rrinte karamele, nuk e di si t'ja shpjegoj. Është kështu, shikoni pak sa detaje ka këtu para, se tani është bërë natë, nuk duket. Është me këtë pjesën këtu në fund vjen e mbyllur. Shumë i bukur, me detaje, është që shkurtër, tamam domethënë, dhe shikoni çmimin. Po ja lë këtu edhe masën, kam masën L, edhe çmimi është normal, gjërat e mira kushtojnë, po ishte shumë i bukur edhe këtë po mendoj ta mbaj ku të nxihem pak. Geri na solli pizza, sepse sot do ham pizza, nuk kemi ndërmend të gatuar, makinën e enve dëgjoni që po bën unë. Çfarë po thoja unë? Në fakt doja t'i laja këtë fustanet, por nuk kam kohë, se i bleva dje në darkë. T'i laja sot nuk e di nëse do ishin tha. Ndezja në nxemjen është shumë nxehtë, bëhet shumë nxehtë, kështu që do i marr kështu. Mos më shani, edhe juve që do shikoni foton në Instagram e dini të vërtetën e këtyre. Ato që nuk më ndjekin në YouTube nuk e din backgroundin e realitetit që t'ju tregoj këtu. Pastaj, ky është fustan shumë i thjeshtë, më pëlqeu shumë. Ky është fustan shumë i bukur, është japone, me këtë kopsën këtu që më pëlqeu shumë, dhe vjen komplet i gjerë kështu. Edhe i lirshëm, edhe shumë i freskët, dhe ka marrë masën XL dhe ka kushtu 23 euro. Edhe kjo më rrinte super i rehatshëm. Më ndjesha shumë mirë dhe kjo është rëndësishme të ndjehemi mirë në ato që kemi. Fustanin tjetër, unë nuk doja ta merra, po kur e provova e çoj një fotogerit më tha merre, sepse ma nxirti pak barkun, por që it's okay. Është kështu, pse është më mbrapsht. Edhe Geri tha merre, është shumë i bukur, në fakt është shumë i bukur. Në fakt nuk preferoj dhe shumë fustane që janë të ngushta, por ky e ka një gjë që këtu është kështu si i mbledhur dhe nuk duket shumë, duket goxha mirë, me këtë kopsën këtu, me këtë pjesën këtu, është shumë bukur dekolteja. Edhe thjesht është i gjerë, është i gjatë, edhe këto e ka nga njëra anë ka këtë, edhe nga ana tjetër pak më poshtë e ka këtu, edhe vjen i gjatë. Po këtë që e bën bukur është kjo këtu. Dhe ka kushtuar kaq, edhe është masa XL. Po, XL. Kam dhe një fustan tjetër që nuk më pëlqeu shumë, fakt e kam pas bler për Adasmën, që nuk e kam veshur, edhe mendoj që nuk do ta mbaj. Më rri mirë, por nuk jam shumë fan, se është ky. Është me këtë, ky është nga Zara, është me këtë lizën, ka detaje goxha të bukura, vjen i gjerë, por
Unë po e marr, dhe në qoftë se nuk e vesh, do ta kthej kur vi, në qoftë se e vesh, normal që do ta kthej. Kështu, këto janë gjitha fustanet që unë kam bler, edhe t'i fus me njëherë në valigje, do shkoj të dhoma të marr edhe rrobat e banjas, edhe rroba për plazh, keni parasysh pantallona të shkurta, fustane për te plazhi dhe pishina, edhe do i mbyll valigjen, do m'ham, do bëj një dush trupit, edhe nesër do shkojmë në ushqime. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, shumë që ketë pëlqyer kjo video, që ketë motivuar, që kemë treguar pak shumë gjëra që po marr me vete për mua dhe për babyn sidomos, se kjo është gjë e rëndësishme. Dhe edhe kamera po thot ik, sepse nuk kam më vend në kartë memorie, kështu që do shihemi bashkë në videon e radhës. Mirupafshim nga Geri dhe mirupafshim nga kjo pica jonë që Geri mezi po pret ta haj, po më pret mua këtu. E kuptut. Ciao.